Jo, a keni qenë për a kundër? Unë jam kanë me bë marrëveshje politike. Dhe në marrëveshje politike, dëshmitar ose ndërmjetësues ka qenë Adem Demaçi në Oslo. Dhe jemi ullë, kemi bisedu, po s'kem bë marrëveshje. S'kem bë marrëveshje. Pse? Po s'kem bë marrëveshje se letra, që e u lexoj. Ahmet Krasniqi, përgjegjës i grupit të ushtarakëve. Porosi shtabit qendror të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, atëherë kon shtabi qendror. Zoti Ahmet Krasniqi, përgjegjës i grupit të ushtarakëve dhe me kompetenca nga qeveria e Kosovës për çështje të mbrojtjes dhe vetëmbrojtjes, shpreh gatishmërinë që mjetet financiare të grumbulluara për këtë qëllim në fondin e qeverisë, si dhe kuadrat ushtarak t'i vënë në dispozicion të shtabit përgjithshëm, shtabit qendror të UÇK-s, si që bashku të koordinohen punët e financimit të njësive ekzistuese dhe krijimin e njësive të nevojshme për realizimin e çlirimit vendit. Pra, Çfarë date mban? Cila është data që mban kjo edhe kujt ka dërgu? Ka 19 mars 1998. 12 ditë pas... 12 ditë pas epopesë në Prekaz? Po, që ashtu për vjen. Dhe ju ka dërgu Bardhyl Mamutit? Ju ka dërgu Bardhyl Mamutit? Ja, Bardhyl Mamuti është taku, kanë bisedu e ka shkru këto letrën dhe Bardhyli ma ka sjell mu. Edhe thëtë në fund... I takon shtabit qendror të UÇK-s që të shtroj nevojat aktuale, si dhe të caktoj nga ana e saj njerëzit kompetent që do të kontaktojnë me njerëzit e caktuar të grupit të ushtarakëve për konkretizimin e punëve. Bardhyli merr përsipër që këtë porosi t'ia përcjell drejt për së drejti shtabit qendror të UÇK-s, për çdo mos seriozitet në këtë punë, nënshkruesit e kësaj porosie bartin përgjegjësi në përputhje me ligjet e luftës. Bex është një qytet në Zvicër, me 19 mars 98. Nënshkrimi Ahmet Krasniqi edhe Bardhyl Mamuti. Çka ndodhi pas kësaj letre? Pse nuk u arrit ajo që e kërkoi, pra Ahmet Krasniqi? Kur e ka marrë letrën, ma ka sjell Bardhyli personalisht. Dhe kemi diskutu. Jam marrë në Zvicër, thash, jemi taku në shtëpinë e Bilal Sherifit. Në vend të Turr, unë, Bardhyli, Bilali, nuk e dim, doket ka qenë Shaban Muja, s'jam i sigurt 100%, a ka qenë ajo. Se Shabani i thej ke daj, nuk e di, kanë pas një lidhje familjare. Se e pat marrë dhe Naimin, vllaun e Shabanit e ka majt Ahmeti si bodyguard vetin një kohë gjatë. Dhe kemi bisedu për nevojat që kemi, për mundësitë që i kanë ata dhe mundësitë që i kemi ne. Tani, mas një kohë, u la takimin në Oslo, edhe basa Adem, dhe kemi bisedu gjithë natën. Takimi është i incizum, është i regjistrum në kaset. Unë e kam kaset. Po se dëni. Jemi dakordu për mi bashku forcat, po s'jemi dakordu për me u dhënë kompetencat e komunikatave. Me shkru Ahmeti, ose qata njerëz e tij, e para. Dhe dyta, kemi insistu që parët qeveria me ja dorëzu shtabit qendror. Kjo ka qenë kërkesa edhe kur jemi taku bashkë me Hashimin edhe Recep Selimin, që i kemi organizu takimet
në Tiranë me kryeministrin e Shqipërisë, me përfaqësuest e qeverisë amerikane dhe me Ahmet Krasniqin, edhe me këtë Bujar Bukoshi.